Siç tregohet edhe transmetohet tek Imam Buhariu nga Ebu Hurajra, një ditë profeti alayhi salatu selam nisi t'i tregojë një ngjarje me plot mësim shokëve të tij, sahabëve të tij, ngjarje e cila vlen të tregohet çdo rast edhe çdo kohë, sepse njerëzit edhe natyra njerëzore është pa ajo, pavarësisht se shekujt kalojnë. I mblidhte profeti alayhi salatu selam sahabët dhe i tregonte histori të ndryshme, jo më kot, por që të marrin mësime dhe të kenë pra parasysh ato këshilla që thuan për profetit alayhi salatu selam. Në kohët e mëparshme, pas kanë qenë 3 vetë të cilët ishin sprovuar. Njëri prej tyre ishte i smur me lebroz, Zoti na rujt. Kishte smundje në lëkurën e tij. Tjetri kishte smundje të keqe në flokët e tij, ndërsa tjetri ishte i verbër. E për këtë shkak, jo të gjithë njerëzit janë në niveli kulturuar dhe niveli mirë, bullizoheshin për këtë shkak, ata ndjeheshin edhe shtypeshin nga tjerët, talleshin nga tjerët, përçmoheshin nga tjerët. Askush nuk dëshiron të t'i qëndronte pranë. Imagjino se çfarë vujtje edhe se çfarë sikleti kanë paskalu. Derisa Zoti i gjithësisë donte që t'i jepte mësim. E në këtë rast, nuk është puna vetëm tek ato 3 i jep mësim Allahu xhaleshanu, por në çdo moment, prej momenteve tona, duhet kuptojmë që neve, Allahu xhaleshanu mund na sprovoj dhe mundet Zoti xhaleshanu të shikoj pra tek zemrat tona dhe tek shpirtrat tanë. A jemi njerëz të mirë apo nuk jemi njerëz të mirë? A jemi njerëz që e duam Allahun apo jo? A jemi njerëz që e duam njëri tjetrin apo jo? A jemi njerëz që anojmë tek e mira apo jo?